Qyteti i Vlorës, aty ku u ngrit dhe u shpall pavarësia 104 vjet më parë, përsëriti sot ceremoninë e përvitshme të ngritjes simbolike të flamurit në sheshin që mban këtë emër. Flamuri Kuqezi u ngrit në sheshin e flamurit në praninë të autoriteteve të larta shqiptare, si dhe të kreut të shtetit Bujar Nishani, i cili megjithatë urimin e tij e përcolli me anë të Facebookut, duke uruar të gjithë shqiptarët. Gëzuar festën e flamurit, nder për jetë atit themelues, nder për jetë rilindësve të mëdhenj të kombit, nder për jetë luftëtarëve dhe dëshmorëve të këtij procesi që bërit mundur kalimin e shqiptarëve drejt modernitetit, kthimit të tyre në shtëpi, në gjirin e kontinentit që i përkasim. Gëzuar festën e pavarësisë, rrof flamuri ynë Kuqezi, Zoti e bekov Shqipërinë dhe shqiptarët. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli e vlerësoi 28 nëntorin si ditën më të madhe të shqiptarëve. 28 nëntori është dita e madhe e shqiptarëve, dita e madhe e kombit, dita e madhe e Vlorës. Dhe vlonjatët dhe shqiptarët janë të mbledhur në këtë shesht për të festuar krenarinë e tyre, për të festuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë. Më pas festimet kanë vijua me një koncert festiv në teatrin Petro Marko.